Adrian Gaxha rikthehet me ish të dashurën? Po, e vërtet. Javën e kaluar, Prive Beliberta Spahiu solli shkrepje paparazzi nga jugu i Shqipërisë që shfaqnin Adrian Gaxhën vetë të dytin në pushime. Prej kohësh i zhdukur nga jeta publike, lajmi erdhi si befasi, më që nuk dihej ndonjë detaj për personalin e këngëtarit që ka hequr dorë prej kohësh tashmë nga të qenurit pjesës skenës muzikore shqiptare. Ajo që nuk u kuptua në fakt ishte se kush është vajza Krahti. Në fakt, në këtë pjesë nuk ka shumë befasi. Burime pranë këngëtarit bën të ditur se krah Ardianit është ishmisi si Dorela Dauti, me të cilën ai ka shumë vite lidhje on-off. Duket se pas disa shkëputjeve, ata i kanë dhënë një tjetër shans raportit të tyre. Prive i pati kapur më të bashkë qysh në 2017, por pastaj për një kohë të gjatë nuk dije se çka kishte ndodhur mes të dyve. E ja që kur është e shkruar diçka, nuk ka kush e ndryshon. Më i bora gura e Granicana në flirt veror? Po, e vërtet. Kohë gjatë pa dëgjuar mbi personale në ish banorit të Big Brother VIP Albania 1, Granicana. E nga kjo pjesë duket se ka të reja. Dëshmitar okular kanë treguar për emisionin ton që ai është parë shumë i afërt me sipërmarrësen Malbora Gura, njëherësh moderatore programit për te kufive në një nga klubet e kryeqytetit pak ditë më parë. Të njëjtët kanë treguar se dyshe janë parë duke shkëmbyer puthje që kanë marrë jo pak vëmendjen e të pranishmëve natë mbrëmje. E se ku ka zë, s'është pa gjë, dëshmon edhe kjo story hedhur nga Gura, në të cilën duart e Canës identifikohen lehtësisht nga tatuazhet që ai ka. Nuk dihet nëse bëhet fjalë vetëm për një flirt veror apo diçka më shumë, por për çka do nga të rejat, dhe t'ua themi me patjetër në vazhdim. Prive po vëzhgën. Lidhja e Nur Alkazal në krizë? Po, e vërtet. Raporti personal i Nur Alkazal nuk është në ditët më të mira. Kjo është lënë të kuptohet nga një dedikim i fermerës ferma VIP 2 në rrjete sociale. Plot zhgënjim, drame, pishmane, ai është faqur e prekur duke u shprehur se ka luajtur rolin e budallaqes vetëm për shkak të dashurisë. Shkrimin e saj të gjatë dramatik ajo përmbyll me një fjali: e gjithë ajo dashuri që e shprehje dikur, tani e di me siguri që nuk ka ekzistuar kurrë. Prive Beliberta Spahiu interesua për të kuptuar më shumë mbi situatën. Në fakt, ndarja nuk është përfundimtare, por ka pasur një zhgënjim të momentit që ka sjell Nur në pozicionin që të shprehet në rrjete sociale me tone melankolike. Kujtojmë se pak ditë më parë ajo i reagoi ashpër yllit, duke mohuar pretendimet e tij se kanë qenë në njohje bashkë përpara se të futeshin në format. A ka qenë ky dyshim mollsheri në raport? Këtë s'mund ta themi. Hatërmbetje mes Arta Bajramit e Monika Saliut, edhe kjo e vërtet. Dy këngëtarë të njohura, Arta Bajrami dhe Monika Saliu, vitin e kaluar u afruan goxha me njëra tjetrën. Mund të themi edhe që u bën shoqe të mira teksa këtë raport e reflektuan edhe në muzikë me një potpuri të cilën e solli në fund vet. Por e sigurt është që nuk do ketë diçka të tillë këtë dhjetor. Kjo pasi ato i kanë shkëput raportet me njëra tjetrën. Prive Beliberta Spahiu mëson se ka pasur një atëmbetje mes tyre për punë dhe bashkëpunime, që ka bërë që ato të fshinë njëra tjetrën edhe nga rrjetet sociale. Larg dramave, ato po punojnë me projektet e tyre respektive. Arta është e përfshirë një projekt të ri muzikor i jashtë kufijve. E ftuar nga ta, ajo ka bashkëpunuar me grupin italian Stil Novo në këngën e titulluar La Notte di San Lorenzo, e cila është finalizuar tashmë dhe është në pritje të videoklipit.